Miqtë e mi se kap. Po fillojnë që të enti të më pëlqejnë jashtë mase, sepse veç takimeve dhe bisedave që unë bëj këtu, janë dhe komentet dhe pëlqimet e juaja që më bëjnë që ta vazhdoj më shumë këtë gjë dhe më motivojnë dita ditës më shumë. Është kënaqësi gjithmonë t'i shoh dhe t'i lexoj ato komente dhe mesazhet që më vijnë. Tani nuk po mbasim shumë kohë, po ju ftoj të shihni videon, që të zbuloni se kush do të isat këtu me mua, dhe më pas kthehemi që të ndjekim një episod i cili do t'ju pëlqejë jashtë mase. Një talent i cili ka spikatur në aktrim që në moshë të re. Një vajzë e vendosur për t'i arritur gjërat që do me pasion e sukses. Jo vetëm në aktrim, por në çdo aspekt të jetës. Nga skena e teatrit, tek filmi dhe tek dublimet. Një zë që ngelet lehtësisht në memorje prej personazheve të dashur për publikun. E ftuar në check-up, Joana Karaj. Joana, kënaqësi që të takoj, sepse unë kam shumë kohë që të ndjek. Sa kesh një nga të ndjek në mediat sociale dhe kam pas shpesh punët ku ke qenë pjesë dhe e kam pas të qefin të ftoj se më duket gjithmonë shumë dinamike, goce shkatët dhe do me thonë mund të njoh nga në punës, po që do ta nis bisedën kështu tamam si të njoh hiç, se do të dëgjoj më shumë shpjegim nga ty, nga punët që ke bërë gjitha. Si fillim, kush është Joana? Si të ka lind ky pasioni i fushës që ti ke? Se unë të kam pa në skenë, je pjesë e filmave. Si ka nis? Ka nis kur Joana ka qenë gjimnaz dhe ka marrë pjesë në për këto festivalet e gjimnazisë dhe teatro kështu. Fitova çmim, edhe vitin tjetër, edhe thash dale pak, ç'a dua të bëj unë? Se shpirisht ajo faza kur mbaron gjimnazin, për ç'a do vazhdosh? Juridik, për psikologji apo etj, thash okay, më do provoj Akademinë e Arteve dhe isha ndyshim vazhdoj për dramë, aktrim apo regji. Edhe zgjodha regjinë dhe kështu nisi. Dhe kuptoj që unë kam zgjedhur atë që dua dhe kjo është e rëndësishme. E ndjeve që me jo ishte. Edhe kjo po mban akoma. Kuptoj. Jo, edhe fakti që si thua, një nga ata një individ që më ka ngel në mendje që kam dash bisedoj, është edhe fakti që ka ngel ajo që ishte. Faleminderit. Ajo shkëndia që ndesti. Unë mbaj mend që kam pa një foton tënde që domethënë kishe edhe një foto në skenë, edhe kishe vënë një sënim të tipit që ndjem më komode në skenë, se sa në jetë. Po, asun se mbaj mend mirë, po e di. Po, pse ndjesh më komode në skenë? Atë në fakt e kam marrë të një shfaqe dhe e kam ndjerë veten 100% aty. Ndjem më e lirë. Nuk ta shpjegoj dot, thjesht ashtu është. Ndjem kur është, më thënë, i them shokëve nga njerëz shoqërisë time kur ulemi që kam nevojë për këto ndodhit në jetë, për dramat, për gjitha që unë të ngarkohem dhe të kem se çfarë të shpreh në skenë. Edhe aty është vendi im ku unë shprehem. Aty ndjesh vetë. Ma më ndodh te pjesa ku bëj montazhin në shtëpi. Në shtëpi ose në studio, se edhe shtëpi në studio kemi tash. Edhe ajo tavolina aty më duket si një cep që më kufizon nga çdo gjë jashtë. Dhe je vetëm aty. Vetëm aty. Po, e njëjta ndjesi është. Po. Po që mua më ndodh kjo, domethënë gjë me montazhin, sepse unë e shoh kështu se shumë veta më thonë që mos e montazh, edhe mësohet gjë thjesht. Jo se nuk mësohet, se s'ka gjë që sot nuk mësohet. Po. Çdo gjë mësohet. Po që unë e shoh pak më thellë, një analizim të plotë, se e shoh si një faqe të zezë, në shkon që jap diçka që bën një apo një fajë, është komplet e zezë. E ta kthesh komplet ide nga e zeza, ta kthesh në vizuale, në audio, në gjitha. Është një gjë që mua më shtym më shumë të punoj, sepse të sjellësh një ide në jetë, është një gjë që, okay, shumica edhe, ndoshta nuk e kupton se ka të bëjë çfarë lloj pune bëjnë. Po ma kjo gjë, thua edhe më kënaq, po edhe s'më kënaq. Po pse? Se, domethënë, në kohë që e bëj një punë, është ajo faza që i nxet kështu, më pëlqen. E shoh më vonë, nuk e shikon më me atë sy që ke punuar më parë. Okej, e ka pak këtë nivel që mund ta bëj këtë gjë, po
dua një gjë më shumë tani. Okej, po kjo është gjë shumë e mirë. Kjo është gjë shumë Si e të mirë. ndodh kjo gjë kështu? Po normal, madje mendoj kur kam bërë një rol, them në atë moment e kam shijuar. Ku kalojnë ca vite them, tani do ta bëja më mirë, sepse tani e kuptoj më shumë këtë arsye, këtë qëllim që ka pas personazhi. Po të më bjerë, tani mund ta bëj më mirë. Pastaj mendojmë, jo Lore, ka të bukurën e vet, ka ndodhur atëherë nuk dua ta bëj më. Por që ndodh kjo. Edhe është vërtet gjë e mirë. Ka të bëj me veten tënde që ti ke gjithmonë atë ndjesim për të përmirësuar, ajo ambicia. Është gjë e mirë që e ke dhe po them që e kam dhe unë. Mund të quhet pak, domethënë, egoizmi është fjalë e madhe, po mund të quhet pak ego, se futet pak se hahesh me veten, kupton. Dhe më mirë ta kesh me veten se me tjerët, se këtu ndodh që është një problem. Disa ju them gjithmonë kolegëve, shokëve, që në kohë që punoj në një video, se si thua nga gjithë miqësia ime, unë shumicën i kam qenë pjesë e studios së medias. Në kohë që bënoj një video dhe ja u çoj, më thonë ma plumb. Edhe në kohë, po ka ndonjë detaj që unë me pak i diskutoj, kupton? Madje kam një shokun tim në ngushtë, 12 vjeç shok. Edhe më s'më pëlqen ky detaj. Mos kaq ta se kush e kupton. Po ti prapë. Puna është kështu se mund të mos e kuptojnë 2 milion veta. Po mund ta kuptoj 1-2 që 1-2 po e kuptojnë që janë të fushës, ajo të peshon më shumë. Dhe mund ndodhi që ai momenti të jenë ca njerëz që ti mund të japin një dorë thua, mos kapën këtë që nuk do doja. Ta shihnin, po e kuptoj. Po është gjë e mirë. Është të hahesh me veten është gjithmonë. Megjithëse shikon në punën që bëjmë ne ka gjithmonë defekte teknike, të gjitha. Madje tek një episod i fundi kam pas Lencin. Lëvizte, domethënë është momenti që vendos mizë quhet si shumica se di që është mizë. Kjo gjëja e vogël këtu. Po. Nga që e kapte pisa këtu, edhe dëgjoj gjithkohë se kupton. Edhe ma di kisha një koment ati që lëvize se dëgjohet, që di bëj, bë. Po që këto janë aksidentale, që në punët që i futem kështu pase që janë punët nga i det, dua të shpenzoj gjithë kohën e mundshme. Përfshihesh all in aty. All in, madje më ka ndodhur shpesh çojmë në 5 të mëngjesit kështu. Ndel gjumi natën e mendoj. Çojmë ja veglat e filmoj e bëj se është momenti i idesë. Është nxehtë gjëja. S'para i ndodh të gjithëve kjo. Ne unë e kam këtë gjë, që në filmet e mia e mbaj mend që para shumë se folën pak në backstage, që ishte ato filmet që në moshë 15 vjeç, zgjohesha natën e kupton dhe më dilte gjumi, po ta bashkoj këtë efektin me këtë çfarë ndodh, e kupton? Sa bukur. Edhe zgjohesha, o do e bëja o s'ka pastaj flije. E kam akoma, dhe do e kem. Shumë gjë e mirë dhe kjo do të thotë që do ecesh goxha. Po që do me thënë se po flasim shumë lidhje me mua. Së rëndësi ka, ta shijojmë. Biseda. Do me thënë, kjo gjë me që e shpjegova dhe unë, që më ndodhë ma që më del gjumë kështu ty të ndodhë, që po do e bësh o s'ka... Mua s'më zë gjumi fare. Edhe rri e mendoj, po sikur pse, për shembull, ne bëjmë analizën e personazheve. Edhe ndodh që ne gjithmonë e kemi që çdo pyetje është në tekst, duhet ta lexosh, ti lexon një herë, 2 herë, 3 herë thua, po pse e bëri, nuk po e kuptoj, për çfarë arsye, pse vepron kështu, pse është kështu ky personazh. Dhe rria mendoja derisa një moment them, po sikur të ketë këtë X arsye dhe prandaj, ose ne kemi edhe këtë metodën e vëzhgimit që themi, kur do krijojmë një personazh, thjesht dalim, ulemi në një kafe. Për shembull te sheshi ku ta diu, shikojmë mirë si kaloi 1-2. Ky e ka të ecurën interesante, po sikur t'ia fus personazhit unë këtë. Shikoj pse po ecën kë me qëllim ku do shkoj ky ose kjo. Këtë bëjmë ne dhe kjo quhet tek metoda e vëzhgimit dhe ja shtojmë personazhit ku do të ndërtojmë karakterin për ta bërë sa më interesante këtë ande. Kam pas shfaqjen me profesor Altin Bashën, edhe një dramë shumë e madhe, 5 fytyrat e heshtjes. Edhe roli që kisha unë ishte sa i bukur, aq edhe i vështirë dhe me një dramë shumë të rëndë edhe. Nuk kam bërë të harru, tani e kujtoj me shumë mall atë proces që kur vinin momenti provave, më kapte një panik që a do e bëj mirë, si do shkoj tani, e këtë andej, po kam qenë all in vetëm taj rol, për aq kohë sa kam punuar, kam qenë aty që nuk më ka ndodhur në çdo shfaqje tjetër, me thënë drejtën, thjesht mbaroje provat, nga njëherë nuk e shikonim tekstin në shtëpi, nga njëherë po me këtë kam punuar shumë dhe ka qenë dhe ndihma e profesorit. Kam punuar me një metodë tjetër me profesorin, sa ai nuk punon shumë në tavolinë, pak. Pastaj punën më të madhe e kam mise en scène. Dhe unë kam qenë pak skeptike me këtë, ç'a duhet
prova tavolinës, do bësh analizën, do provosh gjëra të reja, pastaj mizansena është gjë tjetër. Jo, ai dinte shumë mirë se ç'a kërkonte, pak ditë prova kemi bërë në tavolinë, pastaj nuk e di, më ka lënë bresa shumë edhe. Ka ngel. Po e sollëm prapë në Tiranë, do të bëj ftesë. Është ky shfaqje. Do më bëj shumë qefi. Unë i dua shfaqjet, i dua, i kam do vi se s'bën. Madje do vi se unë zakonisht më ka ndodhur që një dy shfaqje do bëj edhe nga një filmim në fund. Do ta çoj ta shohësh pastaj. Okej. Edhe pse jo, ta bëjmë tek shfaqjet që do Po do jetë është shumë mirë, më besoj edhe për ty. Po që kjo më pëlqeu kjo se dia Kjo metoda e vëzhgimit, po. Janë dhe shumë të tjera, po. Jo, po kjo nuk e është- dija se kam qenë me kolegë shumë, edhe kolegë të tut, po që s'ma ka thënë dikush këtë, se dia që të dalësh, të ulesh në një kafe, Po. të shohësh. Shikon, nëse ti për shembull ke taku, ke në familje apo në shoqërinë tënde një person që është karizmatik. Edhe kur do bësh një rol për shembull komedi, thu, ua, sa i shkon ky, t'ja marr këtë detajin për shembull të, ku ta di unë, të kruajtjes së kokës. E ka, do ja shtoj personazhit. Apo ka një gjë tjetër, fishkëllimën, kur është nervoz, do ja shtoj personazhit se e ka të bukur. Por ti jetë motivuar, jo çat shikosh t'ja shtosh, se bëhet llakacitje, i them. Ka limitin e saj. Po, sensi masës. Po që jo, është gjë nice, funny. Ja. Se ta mendosh ma qenë Gjoana tani një lokal që po mendohet vëzhgon, e kalon dikush thot, po kjo pse s'më fol? Gjoana. Ndërkohë, kush e di ku është. Botën e vet. Më ka ndodhur, nuk është se s'më ka ndodhur. Me këtë metodën e vëzhgimit më kujtove me shoke dhe shoqe. Më të vegjël kuptohet që thjesht uleshim diku, edhe shifnim kështu që ecnin, edhe bënim dublime, kështu flisnim mbi atë që çfarë po i thot ai kësaj. Ua, sa interesante. Edhe ka qenë se unë i shuar budalliqe. Jo se s'më pëlqen të bëj akoma, po që ka qenë kohë që po t'i kujtoj tani. Po këto na mbajnë në kujtime që kemi kriju për shembull, në ato gjëra që ne i kemi pas, unë për shembull, që jam natyrë shumë overthinking. Edhe ato momente që i kam pas shumë stresuese, që kanë qenë problematike, mezi do t'i kaloja, thoja kur do t'i e qafe. Tani mbrapa i kujtoj maq qef, maq të qeshur, them Gjona, sa e ke vrarë mendjen, më mirë që ndodhi ashtu sepse të zorre këtë mësim apo ndodhi kjo gjë tjetër. Edhe këto i kam shumë kështu. I shikoj me sy pozitiv, pavarësisht se në atë moment e kam qenë o bobo. Edhe unë kam vajt në atë fazë që se qaj më kokë. O bo. Ndodhi. Ashtu duhet se qa ta stërmendosh Të gjë. mendojmë të lodhem unë tani, pse Tamam. ndodhi, pse më doli audio aty. Madje këto janë të bukura se janë veçanta, me qenë Po. gjithmonë perfekte, bukur, po qa, duhen tarë gjëra. E di që që janë- do i dëgjoj pas një kohë, s'do më pëlqejnë, po ka do të vetë. Nëse ti e ke bërë diçka me shumë qef, edhe ke qenë all in aty, nuk mos e vri pishmanit fare. Ai thua, ka qenë X kohë për X arsye, unë kam vepruar kështu, ama kam bërë më të mirën dhe e kam dashur edhe s'ke pse. Unë këtë kam si parim. Nuk dua ta kem mendjen pas edhe të jem pishman për diçka, nëse unë e kam bërë me qef dhe e kam dashur atë gjë dhe kam luftuar për atë gjë dhe ka dalë ashtu si ka dalë, duhet të jem krenare, por me këmbë në tokë. Të kënaqesh vetëm ti Po. zë komondi, po. Po so, tani me që na dolën edhe fotot, modelin e flokëve se ke njësoj. Kam ndryshuar, e kam pas parim, deri viteve të akademisë, nuk do lyej flokët, nuk do hiqja vetullat, edhe s'do t'i prisja. Vetullat e hoqa në vitin e dytë, se kisha për të bërë një film edhe ngjaja shumë e vogël. Okej, e toleroj, i ka këtë. Flokët nuk i preva as i lyva. Në moment që sapo kam mbaruar masterin, i kam prerë dhe i kam lyer. Po të paktën e mbajta fjalën. Po. I kam pas gjithmonë flokët i gjata, i preva se thash bën një ndryshim, pastaj sa i preva thash. Të shkojnë gjitha fazat, pa kjo se të thash që në konë që folin që më pëlqen shumë. Edhe tani që i ke vëbjonde, një pjesë, gjysma. Rrosh. Në me thënë të pëlqen të luash shumë me limitet. Jam shumë njeri që ruhem, mendoj më të keqen, përgatitem. Më thënë, përpiqem të provoj, po brenda kornizave, brenda gjërave, mendoj gjithmonë, po sikur të ndodhi kjo, kështu që stej, nuk dua të luaj shumë me ekstremitete. S'është Gjoana. Thjesht këto po i bëj nga që si kam provuar. Po në qoftë se do të duaj që në një film ta bëje diçka të kaloj një limit me imazhin të Të tipit në fizik. fizik.
shtim peshe, dobësim, flokët. A këtë po e bëj tani, se kisha marrë peshë edhe për shkak të roleve dhe profesionit e këte ende jam duke mbajt dietë mirë, po e përballoj, po patjetër do ta bëja, do flisja për kushte, për këtë, për pagesën, patjetër, janë gjëra që duhet i themi. Është nga duhet ta bëj. bazat e gjës. Po. Ua, sa foto të bukura më keni zgjedh. Faleminderit, këtu kam qenë tek në sallën e teatrit Bylis, Çehovi jep lëm të mirën Tolstoj dhe unë kisha rolin e gruas së Çehovit. Kam dashur shumë. Se kam pa, si shfaqe. Ai do shikosh tani atutje. Do më njoftosh, do vi. Po. Mund të si ka qenë ajo që të thash që lexova te një nga fotot e tua që ndiem komode në skenë, që ka qenë. Po, ajo ka qenë, ajo është, po ja Po, kjo një, është. E kishte një pjesë që e thonte sepse personazhi që luaja unë ishte aktore. Edhe kishte këtë Ti që e luaje thonë, vetëm. po. Edhe gruan e autorit madh Anton Çehov, që e luan kolegu im Astiano Sheaj, se e kam pas edhe në kurs. Ja, këto 7 minutat me gjithë super divat e kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Ja. Nder vetëm që t'isha aty. Kam pa që po jepet shumë kjo 7 minutat në shumë qytete. Po jemi, si thuash, përveç meje, po tregoj modeste. Ai ka. Ka qenë diçka, kam pa sa po e folëm në bashkë. Mendoja se ishte kjo, po mund të ketë qenë ndoshta një pjesë. Ndoshta, se edhe unë jam keq me memorien, kështu që po. Ja, edhe disa foto. Je një gjë tjetër profesionit. Gjana po të pjesa e që tani po kalojmë nga në degë shumë, po që duke mos dalë nga tema e emisionit, podcastit, se unë e kam gjysmë as podcast, as emision. E mesmja e arti, themi ne. Aq më mirë i ke të dyja, kështu që di veti si ta. Kam të dyja se podcasti është thjesht bisedë pa imazhe, pa pamje, pa gjë, kupton. Po më duhet të kemi diçka vizuale se edhe mua më pëlqen vetë se me pamje, me vizuale punoj. Po do të thuash ti mos kalon në emision. Nuk kalon se s'ka limite, mos kam limite këtu. Shumë mirë. E vendos ti. Flitet. Jo, nuk është pas e vendos, unë e vendosim 2. Aha, patjetër, po ti ai që ke në dorë drejtimin, kështu që. Po. Kështu që po të dua unë ta bëj kat. E bë kat këtu edhe e krym çohemi. Gjana, si thon Joy? Po Gjana, Ana. Njerëzit e afër më thon Gjoa. Gjoa. Sepse unë i kam qef gjerë print, tani do themi kuriozitet. Edhe Boa është anglisht, që ne i themi bolla, se di. Edhe Gjoa Boa. Gjas me që në gjasoni qikë, për të më bërë qefin. Po Gjoj më thrasin shkurt. Së më përqen. Po dëgjova emrin Gjoana, sidomos nga mami, dje që kam bërë gabim dhe do më bërtasin. Kështu që po më tha dikush Gjoana, jam qa ndodhi, qa bëra. Që shkurt Gjoj ose Gjoja, Gjo. Emër bazik, bazik. Jo, si me zeshim, se pasaj, unë jam e këtë që e bën individi, e kupton, se mund ta quash këdo Gjoana, po është Gjoana që qesh, është Gjoana që thjesht është që do t'i flasësh me gojë, e kupton, e bën individi. Po, është vërtet. Që do pyesa që ty ku ndihesh me komandit, në skenë apo në film? Në skenë. Të dyja kanë ato të veta. Në skenë, teatri. Teatri për mua, sepse është proces, ti futesh në skenë, ke një kurb që ndjek, pikën kulmore dhe ti e shijon. Ndërsa në film, për shembull, po bën një skenë ku ti duhet të qarë se ke një skenë dramatike dhe ke planin këtu, kuadrin këtu je. Edhe e mbaron atë, i ti sa po je kariku me lot në sy, kap thot ai, stop. Ndryshojmë tani planin tjetër, ti tani duhet të stoposh, duhet thuash, okay, bëu dhe njerë gati, po për mua ajo është mekanike. Më thënë, aty është mjeshtria aktorit, vërtet, po unë si Gjoan qa shijoj është teatrin, sa ajo është pap gjëra teknike, rregullon montazhi që ka në dorë për mbledhjen edhe gjën më të rëndësishme të filmit. Ke tërë njerëzit, dritat, ndihesh mirë, ke diçka për të thënë dhe po dëgjojnë të gjithë, edhe patjetër ajo që është për të thënë është një mesazh, gjithë veprat, gjithë aktorët për një qëllim, unë atë e shijoj më shumë. Patjetër që filmi është
Tjetër gjë, po unë si Gjoan zjedh teatrin. Megjithëse i bën të dyja. Po, përpiqem. Po që jo, shumica që pyet, domethënë disa nga pyetjet që bëj këtu janë që ja bëj thuajse të gjithëve, se dua të mësoj nga të gjithë, e kupton? Se qëllimi i kësaj që kam bërë nuk është thjesht të bëj diçka të postoj në YouTube se nuk lodhesha hiç, por që edhe vetë dua të mësoj, këto edhe nga bisedë nga çdo edhe pse jo ti ndajmë. Edhe shumë që kam pyetur thonë që duam skenën. Po. Live, se që. Se është emocioni, është publiku, është të motivon, të shtyn. Dhe këto momente domethënë që janë kulminante, sado filmi ka kulmin e vet, po që është ajo që edhe ti që e bën dhe montazhi kulmin. Po, e rregullon aty ose thjesht që pjesa jote është over shoulder e thjesht është audio ja. Kuptoj. Ti e bën vetë montazhin aty, në skenë e vet. Po je aty, sidomos kur ndodhen për shembull skena që ti incidente më saktë, jo skena që ti nuk i ke mendu, aty ç'a do bësh tani, aty është mjeshtria, si do ta improvizosh. Dhe ato mirë që improvizon dhe e kalon, po më mbrapa të le një kujtim dhe kur ulesh pasaj me aktorët gjithu, si ndodhi kjo, e po e bëre bukur improvizimi, jo po këtej po andi, dhe mbetet një kujtim i bukur. Qa të ka ndodhur me kështu nga këto incidente? Që e kujton? Qa ka ndodhur? Kam qenë të kështu. Po, ka ndodhur më shumë të këto të gjimnazit që je pa eksperience këte andej. Pa ishe do të regoj një gjë, kam qenë të shfaqja Luba me regjisorin Armand Bora që e përshëndesim. Edhe bën një lojë ai aty. Unë si aktor jam ul në publik. Edhe ai e trajton si ishte vetë lloj, si e kishte trajtuar, sikur fton një njeri nga publiku dhe thot, hajdeni me ne, ndani historinë tuaj me ne dhe aktorët që janë këtu, do ta improvizojnë bashkë me ju. Edhe e bën këtë ftesë publiku. Ndjeja sikletin e grave këtej që ishin ulur afër meja. Kush do të çohet këtej janë, po kjo është e bukur që ti fusi ato jetët publikut. Unë aty në mes, shef këto, shef andej, po më pëlqente kjo gjë, dhe çohem unë. Dhe kur dëgjoj nga publiku, sa mirë e bëre më goca, sa mirë e bëre. Sa jam kënaq, domethënë. Ai momenti dhe kur dalin përshëndetje pastaj. Kurse një incident që më ka ndodhur, kisha për të ndruar 2 fustane. Edhe shpejt është ai momenti që do ndrohesh, do vishesh se vjen skena e radhës. Po, s'ke kohë. Hapun zinxhirin, thashun mos, kisha harrus fustanin tjetër në skenë. Tani, unë nuk mund të futem në skenë pa motiv. Po. Do të kesh një arsye pse futesh, jo kot se harrova dhe aq se po improvizojnë se s'kuptojnë gjë këta. Jo, këto kuptojnë dhe jam më të zgjuar se ne. Edhe hapa unë zinxhirin, thash s'kam si e marr, do dal prapë me të njëjtën fustan. Do ti kisha prish zinxhirin unë. Po, hap fustanin nga këto deri në fund, fustan i zi, edhe unë si për drejq kisha veshur të brendshme të kuqe që të më sjellin fat. Do me thënë dallohej komplet, tani si t'ja bëj, kam për dal, po, kush e zi, si të dal në skenë, qa të bëj, të rhiq zinxhirin, thuj kush ishte shoqet e mia aty, të rihiq, si do dal. Shqyqër zotit kisha pasa kapse, edhe kap me kapse, pap, këtu kam pas flokët e gjata, i lëshova, edhe dal kështu dhe hecja gjatë gjithë kohës kështu. Publiku këtu, shumë mirë, kur ndodh momenti që ulem, vetëm kur dëgjoj kapsa, u këputën komplet dhe isha, po, sa mirë, faleminderit, edhe isha me mendje që qa do bëj tani, dhe jam quar, kështu duke hecë mbrapsht, andej, me thënë, unë tani, e mbaj mend qa sikleti ka qenë, po e kujtoj me aq qeftem, si e ke manovru, po është një kujtim shumë i po, si do të veprosh, që kisha ato kapse, thuj ti po, po mos i kisha, do dilja kështu. Po do kishe gjemin gjë, po se momenti... Do kisha i tjetë, po punë e madhe. Flokët e gjata i kisha në bulonin, po. Këtë është a ideja, frika, si do veprosh. Ta nisë më kujtohen se ka plot raste kështu, po kur harojnë tekstin për shembull kolegët këtej edhe. Jo, ti, qa do thoje ti? Jo, po ti qa do thoje? Jo, s'do thoje gjë. E po mirë, s'ka gjë se i themun ato që kishe për thënë ti. Ba. Se ikën pasazhe faqet mdhaja dhe qa do bësh ikën. Ka ndodhë goxha shfaqje, po s'po i përmend se mos merrem për keq. Jo, ato janë pjesë që tani janë komedi. Po, tani janë, prandaj themi janë kujtime. Si punë e kësaj në fustanit, do doja ta shikoja këtë skenë kështu. Duke ecur unë kështu që kam për tik edhe duke ikur kështu,
Kjo është ta bësh tamam, s'ken ka Ta bësh stile. tamam, po. Pse jo, bëjmë dhe i s'ken në një ditë. Ja, Po, vendin e ja urdhro. Mund të kompozojmë diçka. Po, pse jo, me gjithë qef. Po pse jo, gati jam unë. kështu Më që- thuaj vetëm gjejmë kohën, kjo është se unë tani fri jam. Kështu që po, jam shumë open ndaj në kësaj gjëje. Super. Policia, okay. Policia se ç'ka ndodh. Do i shkëpun në një fustan, në një gjë. Po pra, po do jenë angazhu gjithë, jo si të puna ime. Si ke komunikim me publikun? Mirë më ndoj. Të pëlqejmë në kohën që publiku, si të thuash, edhe mund të ta ndaloj atë pjesë që po luan edhe thjesht e ndalon të shohet edhe shkëtu. Më ka ndodhur. Ç'a ndjesie që është. S'ka pas mundësi ta jetoj si gjë, po mundohem. Ta imagjinosh se të futesh aty e di, se e bëjmë ne, është natyra njerëzore për të kaluar diçka që s'ke rastis të imagjinon. Sharma më e fortë që kemi. Më ka rastis edhe ka ndodhur një moment ku nuk e prisja dhe kjo është më e bukur. Për shembull, ke parasysh ku ne mund të punojmë në skenë themi kjo është skenë e bukur, këtu do gajaset apo do ta shijoj publiku. Ndërkohë në shfaqje ty, domethënë, ndodh që publiku reagon në një moment që ti se pret. Dhe aq të karikon edhe të frymëzon ajo gjë, sa që thua, wow. Përveç kësaj themi sa publik i zgjuar dhe sa mirë i shkoi mirë shfaqja sot. Dhe më ka ndodhur. Kam pas tek 7 minutat një pjesë që duhet votonim, se s'duhet atë, nejse, ka dalë shfaqja, do e them tani. Duhet votonim po se jo për heqjen e 7 minutave në punë. Dhe gjithë vendosim që po do t'i pranojmë ato, përveç njërës, nejse se po të regoj sinopsin tani. Dhe kam pjesën që themun, djali që kam unë më do, ndije mirë me të dhe mbrëm menduam që mund bëheshi me fëmijë. Unë do doja shumë t'jetoja me të. Ai më thot që duhet blejmë një shtëpi, që do të thot kredi, dhe më thoni pak si mund të marrën kredin që ofse unë mbas këtë punë. Ka reagu publiku, një natë ka qenë. Edhe unë ndjeva aq mirë edhe fakti që ky është realiteti. Është aktuale. Po. Edhe ky është ai momenti që më pyete. Është vërtet ndjesh mirë. Ndije se po hyn te kushdo. Po. E kam marrë atë që doja t'jepja. Kjo është kryesore se ne përveç se po luhemi gjithë shpirt se e duam, ne në fundit japim një mesazh. Dhe kur marrim reagim do thotë që e kemi arrit ta japim atë mesazh. Kuptojmë. Çdo shfaqje ka një mesazh. Po, patjetër. Edhe komedia. Qoftë dhe komedia, patjetër, komedia është zhanri më i vështirë për të luajtur. Se është një hall, domethënë, për shembull, ti ke një hall që të shfikur telefoni, që është hall absurd. Po mënyra se si ti e trajton atë fikjen e telefonit është komike. Hajde ta luash ashtu, ta bësh të tillë, të luash hallin, jo të luash komedinë. Prandaj është zhanri më i vështirë. Ma kanë thënë shumë vetë. Përsërita. Edhe pjesa e ndezës të duhanin skenë. Thonë që s'është e lehtë. Jo, ç'a thua, unë tani kam filluar të pi cigare, po një nga parimet që kisha në akademi mos filloj edhe cigaren dhe ishte kjo. Sa po e mbarova e fillova. Do të thënë sa e mbyllet ja ditë. Po, direkt thash tani Xoana, lirohu. Lista këtu, kjo. Po. Edhe kisha kur kam bërë 7 minutat, nuk e pija cigaren në fillim kur është dhënë premiera. Edhe është ai momenti që do pish cigare, kemi momentin që për të reflektuar apo për të qetësuar nga jankthi, pim cigare gjitha gratë. Edhe unë ka që nuk e pija, po vetiu e bëra si gjë, edhe unë byta, po më ndridhej trupi, edhe tha hipi Xoana shty se duhet energji, është gjithë konflikti tani, ndodhë, s'është mbyll akoma shfaqja. Dhe shumë e vështirë, shumë e vështirë. Prandaj duhet ta kontrollosh se ta luash, ta bësh sikur e pim. Si që janë dhe shumë gjëra në teatr. Çdo gjë me teknikat e veta. Po, e shikoni ju ça halle kanë këta. E mirë. Po mbytesha thotë edhe. Edhe vazhdova, po dridesha. Se që ju mos u ankoni pse s'ka wifi në shtëpi. Ka edhe situata më keq. Po që okej, jo këtë zot ta bëj si pyetje se. Ça ishte? Asnjë gjë nuk ishte. Okej, mirë, kaloje. Jo, thjesht doja të bëja këtë që të ka ndodhur një moment që ti je në kulmin tënd po bie telefoni publik.
Mua s'më ka ndodhë, por kolegëve ka ndodhë dhe... Qa të them? Por që unë marrë më shumë spunto. Se unë përdor këtë inatin që s'më dëgjove se ke vëmendjen, ktheje më fuqishëm. E theksoj më shumë atë fjalën time, aty që të marrë vëmendjen. Do me thënë, ti po vate në një skenë që duhet një natozesh, një nga këta të bën kështu. Pa. Po, nuk është vetëm tek Ta di që po më ftove, po ti në një skenë e ti. Do e bësh qëllimisht? Ka stile. Mase ne, do e kuptoj direkt, do të presa të marroj shfaqen. Pastaj? Ajde këto ti. Mati do mbajt në telefon në izile nga këto klasike. Po. Nga të telefonat e shpis. Po kështu të ka ndodhë që kapësh në një pas shfaqjes të do ashet e që këtu? Jo. Pse më përmejnë? Jo, asje. Në shaka. Po veç shpisës, kinemas, skenës, që të pëlqenjë të bësh kështu, ta kalosh kohën? Luaj volejboll. Volejboll? Po. Luan shpesh, e ke? S'po bëhem bar, po kam qef, më pëlqen shumë. Po ka një gjë që unë kur luaj, qoftë edhe lojrat më kështu se përfshihem shumë emocionalisht dhe mërzitem shumë po humba. Edhe nëse përfshihem shumë, dua ta fitoj se s'bëne po këtej pandeja. Je tipish, do vetëm të fitoj, kështu. Jo, nuk është se dua vetëm të fitoj, po kur përfshihem S'do ishte keq. Po, tani ta pranoj. Tregohemi pak kështu. Modest. Gjanas, sa kohë të duhet të që ta bësh një pjesë të ndë? Një personazh. Personazh si aktor apo në regji, po flet, se unë kam mbaru për Të regji. dyja. Varet nga procesi. Nuk të caktoj dot kohë. Nëse, për shembull, nëse unë jam aktore dhe di që takimin e parë regjizori thot, këtë shfaqje kemi për ta dhënë brenda një muaji. Aty shtrohesh edhe punon natë e ditë, jo vetëm kur ke prova dhe në shtëpi. S'ka volejboll. S'ka volejboll, harroje. Pastaj nëse ka kohë, se është një vepër e vështirë, me analiza, ndodhesh edhe pjesë e procesit, kjo që fillimisht e merr me qef, pastaj duku përsëritur thua, dalës po më del nga qefi ky personazhi, kisha një personazh tjetër. Dhe si pyetik në fakt, që në kohën që je gjithkohë e lexon, rikthesh. E do doje. Të del kështu si monotone, kam një muaj që po lexoj. Po që po merrem me këtë, po është mua më ndodh kështu, fillimisht e pëlqej, pastaj më kthehet në monotoni, sonë urrej monotoni. Kthehet në kështu, okay, e di, e mora vesh është ky. Pastaj pritet se mund të ketë një gjë interesante. Prit pas ka këtë që s'e kam vënë re. Dhe kur vjen pastaj afër premierës, futen ato edhe dhe merr me më shumë zell. Mua kjo më ndodh. Nëse s'm ndodh ky gjatë procesit, dije që nuk do shkoj mirë. Po s'm ka ndodhur deri tani. Ne kam idenë se të luftu me veten. Po. Lufta më e madhe. Lufta më e madhe. Si mund të ishte Gjoana që zgjedh me Gjoana? Dhe Gjoana. Lufta e tretë botërore. E dyta është mbyll, po kjo do mbyllej apo si dihet? Se di. Nuk e di, se kisha mendu këtë në fakt. Një Gjoana me flokë të gjata? Dhe me flokë të shkurtra. Njerëz dhe shkuleshin flokë. Jo, këtë unë i kam dy ekstremitetet, edhe toleroj shumë edhe s'toleroj fare. Edhe zinjem edhe nuk zinjem. E bëra shumë kështu, jo, nuk jam kjo. Do e bëj katë. Okej. Jo, mirë, po bëj sikur se pash, okej. Unë kotë të bëj kështu se nuk e ishte gjithsesi. Po kjo është e bukur pra të mbajnë këto gjërat që janë kështu. Bëj shaka. Gjoana, do kthehemi pak te filmi. Si do kalojmë nga filmi te skena. Si Bleta, lule. Shumë mirë. Si që na kujtojt edhe në një që jashtë planit. Do të pëlqente të kishe një... ose ta ideoje vetë një film, ta bëje vetë një film. Po nuk jam gati. Pse nuk e gati? Duhet pjekuri në shumë aspekte. Më thënë, gjëja parë, të gjithë e mendojnë këtë që duan të bëjnë një film, dhe gjëja që duhet të bëjnë një film është jeta e tyre. Të gjithë e kanë këtë. Kështu mendoj që s'jam gati, mendoj që kam për të kaluar akoma shumë gjëra që të piqet ajo ideja e filmit.
por mendoj që mund ta bëja mirë dhe regjizoren aty, edhe pse s'kam mbaruar për regji filmi, kam mbaruar për regji teatri. Por që lidhen shumë. Lidhen gjë shumë. Pse se ke menduar ti? Po. Jo, është një gjë shumë e mirë. Të gjitha mendoj se të gjithë kanë fazat e veta. Po. Pozitive, negative. Tash jo vetëm ne qemi të fushës, po edhe dikë të thjeshta takosh i thuash cila është pika kulminante e jetës tënde. Po filloj, pastaj kjo edhe ti thuash po ta bëj film do bëj. Gjithë do donin. Po. Sepse duan të tregojnë atë variantin e tyre. Që ta më kujtoi ajo që ta e metoda e vëzhgimit. Ato ishte një metodë që mund të ndihmonte që këtë vëzhgimin, domethënë çdo lloj taksi që të kalonte ty e se taksistë flasin zakonisht shumë. Po folen. Vetëm të dëgjoj kështu. Është një metodë që do të ndihmonte të mblidhje. Patjetër, të blej, e bëj shpesh. Mbaj mend nuk e disa kohë, një 5 vjet ndoshta. Jam fund në një taksi e vetëm po bënte poezi. Oh, nuk e di si quhet, se po bën goxha poezi. Edhe, domethënë, unë kam dhënë diku te 15, 18, ndoshta 20 minuta në taksi. Shumë pas ke ndëjtë. Edhe po ka qenë makina full. Unë kam qenë me çantë shpinë. E fillova vetë të bënte poezi dhe unë kuptova që po i bënte të momenti se shifte në polici, fillonte polici kështu, policia ashtu, shikonte diçka fillonte. O, që tipi! Ka qenë goxha tip kështu. Edhe nuk e di, më ngeli në mendje, tani më kujtua se kisha kohë që më kishte dalë nga fluska. Po që ka qenë, domethënë në 20 minuta, ja 7-8 poezi më ka thënë ai. Qa thua, shiko, si krijon? Ty të ka ndodhur një gjë e tillë që, kjo e taksisti besoj se kemi qenë të njëjtën taksi, po që të vinë disa ide. Mua personalisht, apo të rastis tek? Ty vetë. Po. Dhe më falë që do ta them këtë, a dikur më vjen ide, kur bësh shkëputje që ikim tualet e kthehem me ide. Tualeti më duket sikur ka ide. Me thënë, më ndodhe këtë më duket e kam marrë nga pedagogu im, profesor me Xhelili, që ishim duke punu një ty dhe thonë, po vazhdojni, ikte në tualet e thënë, shiko, po me ndoja, edhe pa nga ide. Po edhe mua më ka ndodhë, jam shumë me intuitë dhe me ndjesi, nëse kur bëja shfaqjet e mia si regjizore ose provime. Kishte diçka që nuk ecë, se është pjesë e procesit, ajo do ndodhi, nuk ecë një gjë, ose si ta motivojmë këtë shtyrjen e karrikës këtu, apo ku ta di unë si do kaloj x person ke ky vendi me qa batute. Është e momenti që themi bëjmë një 5 minutë pushim, ndërkohë në rije, kërkoj ta shoh dhe një herë, të arrim deri te ajo pika dhe pap, vin 2-3 ide për një herë. Ose ndodhi një moment që nuk punohet. Thjesht i blackout, do të bëjmë një pushim tani edhe i lë. Është pjesë e procesit kjo dhe ndodh. Po unë si Gjoan, unë kam shumë intuitën, me ndjesin, po më tha, është kjo gjë dhe do ta bësh këtë, i më shoj asaj deri në fund derisa dali. Po e bën as ka. Po. Ose zi Gjana me Gjanë, pastaj. Kapen! Se bësh. Po. Nëse ky moment i blackoutit ndodh të gjithëve. Ndodh të gjithëve, është thjesht një moment që ti duhet pushosh, ose nuk po ecën, ose ka qenë një ditë e keqe, dhe është shumë normale. Është një ditë e keqe, sot edhe kaq. Sidomos ditë me shi. Kur ke kreve flok. Po të kapshi u jashtë, po, edhe kjo. Se ne çuna ata e vemi kapele. Po edhe ne, çfarë do bëjmë nga halli? Është tamam si puna asaj që sa i lan makinë lavazh o del filloshi. Urdhro. As të vjen plasja? Po të vjen, po çfarë? Se kështu e kuptoni ju çunat më mirë se sa kur themi që kemi kre flokë dhe po bishi. Bëjnë mas flokët pastaj. Po ti ke lekët kotë ndras parë. Çështja aty është. Mas se dola shumë materialiste më duket. Jo, me. Është një gjë që ju ndodh gjithëve, kështu që. Mes të dalin pak nga filmi. Nga filmi, nga gjitha, futemi çik në thashë themen. Ha, një herë. Vdes për thashë themen. Ke ndonjë kolegë që ke i natë kështu? Ose kolege? Përpiqem të mos kem konflikte maskën. Po se më sakt, ndonjë kolege që s'ja pëlqen modelin e flokëve. Jo, më pëlqen kështu. Nëse janë natyrale, më pëlqen. Të pëlqen apo zot i thuash?
Jo valla i them, s'është do për me emra, kupto, në fund fundit. Qa të them, prit. Se po bëj shaka. Nuk kam kështu, këtë e kam parimtimin që nuk dua të kem konflikte. Mundohem të shmangem konflikteve, sepse unë në profesionin që kam zgjedh, konfliktet e zgjeja e fundit që duhet. Duhet. Janë gati të pashmangshme, po unë përpiqem të shmang, sepse është puna dhe profesioni që unë dua dhe dua ta shijoj. Nuk dua të merrem me njerëz që kanë nën tekste, nën kuptime dhe gjëra mbrapa krave. Mundohem të shmangem e të them stop, sepse kjo është gjëja që unë dua dhe nuk dua të ma prish të këtë gjë. Pozitive për u shmangë që në film, se po i lejove pak. Po, e bëj në rrugët. Fillon pasaj edhe bëhet. Po janë gati të pashmangshme të profesioni jonë, se është veti tillë. Jo vetëm tek kjo. Kudo. Po, okay. Unë flas për këtë që e kam që ke tënde. Nëse, thashe teme ne s'bëjmë këtu, po thashtë. Kur të fiken kamerat, e të bëhet u fikën në ndërkohë. Pastaj do bëjmë shumë muset. Zona, sa e lehtë ka qenë kjo faza, domethënë nga mbyllja e shkollës, komplet faza diplomimit gjitha, që të bëhesh pjesë e skenës? Shumë e vështirë. Unë shqyqyr Zotit, pa filluar akademin, që do konkuroja, se është me konkurs, unë po punoj një shfaqje për fëmijë, në teatr eksperimental. Se tani po tregoj më se i kam qef këto, aty hapa llogarinë time bankarit paren, mora rrogë, edhe se si ndihesha, ndërkohë futa në vit parë, edhe unë gjatë gjithë viteve të shkollës kam punuar. Me gjërat vogla, një projekt këtu, merri lekët mas 3-4 muaj, s'ka gjë, po ke punuar, edhe me ato lekë do lash shkollën vetë, nuk di bish në qafë mami, apo babë, e kupton? Edhe shqyr Zotit unë kam pas gjatë rrugës, kështu edhe jam munduar. Pastaj një fazë që unë e kam kaluar shumë keq ka qenë kur kam mbaru bachelorin e vitit 3 dhe kur kam mbaru masterin komplet shkollën, domethënë se ishte kjo ideja që unë edhe nëse kisha një projekt, e ndërkohë isha në shkollë, prapë motivoja ose e justifikoja veten duke thënë, ha se ke akoma shkollën, prandaj s'po punon më shumë se një projekt. E kupton? Ke shkollën. Pastaj jam mbarova. Thash, një nuk justifikohesh më, dhe tani qa do ndodh me mua? A do kem punë, a do më marrin, a do jem e mirë mjaftueshëm me këtë andej. Dhe kam përjetu keq, në fakt, sepse sa po mbarova shkollën, u bën një muaj 2 pauzë, po mua më 3 pauza. Sepse jam mësuar gjatë gjithë kohës, kisha prova atje, mbaroja provat atje për shfaqjen, do ikja direkt në shkollë se kishim provimet me kursin. Punoja ikte andej edhe isha mësu gjithmonë me këtë ngarkesën. Dinamike. Edhe i thoja vetes o Zot kur do kem pak pushim. Dhe sa po kam pushim the mos ngela tani ç'a do punoj. Do thënë është e çuditshme kjo që më ndodh, po. S'të mban vendi se kështu. Më ka panik nëse unë jam tunej të kot. Dua të merrem, dua të punoj, se më duket sikur humba ashtu. Edhe përpiqem, po është shumë vështirë. Sidomos për ne të rinjt, këtu është shumë vështirë. Jo vetëm ju, se edhe ata që kanë vite këtu në fakt e kanë këtë. Po, nuk dua të bëj kështu diferencë, po ne kemi ne mund të mësojmë edhe zbulojmë shumë gjëra për hir të teknologjisë e këtij andej, po është më e vështirë për të qarë. Se tani po bëj një muhabet. Ka qenë një aplikacion, një tip aplikim, saktë, për të bërë një shfaqje dhe për ta dhënë këtej andej me X aktor, kaq ishte dhe ishte buxheti. Po e tregoj kështu qartazi. Ishte 10.000 euro. Minus 15% të shkon pra tek 8.5 milion. Me 8.5 milion ç'a do bësh? Do paguash skenografen, kostumografen, 4-5 aktorët, do paguash sallën e teatrit ku do punosh, apo do marrësh dhe ndaj gjë për vete? Apo do paguash për një gjë tjetër që jo po këtej po andej, domethënë nuk të dalit. Dhe ti në fund zgjedh që okay, po e bëj sepse dua ta bëj dhe po fus dhe lek nga xhepi që ta bëj ashtu siç duhet dhe siç e mendoj unë. Prandaj them që është shumë e vështirë. E di, të kuptoj. Nejse. Si ato makinat. Po, e di.
Nëse. Na çam kujtove këtë makina të. Qa? Filmi I parë me metrazh gjatë që kam bërë, kam qenë në vit parë ose vit dytë bachelor. Edhe partneri im Donald Sheo, që ishte aty në film, kishte këtë shkëlqimi dhe rënia shokut Zyla quhet. Edhe kishte këtë fjalë fa. Ai do të mësonte këtë. Ndërkohë unë duhet të mësoja një gjë për hir të atij filmi. Të si është të qepësh, të thurë, të qëndisësh. Unë nuk dija. Edhe kam mësu, lidhje këtë kështu, kapi mazgishte, fa. Kur nuk ishte kamera tek unë, e bëj aq shpejt, aq bukur. Kur donte të kapte këtë plan detajin këtu, më kapte një siklet edhe ngjiqja pa. Po s'kam vërtaru dhe është një gjë shumë e bukur që unë për hir të atij filmi kam mësuar një gjë të re që Joana se dinte. Edhe kam mësuar për atë. Me që po sa të rosh do mësosh. Dia akoma të qëndisësh? Më shumë ditë bëj këto centrat me ruaza. Ke parasysh që I vën mamat kështu? Hajde hapim një biznes të dy. S'ka për të hec, po mos na jep shpresa. Sa pesimiste. Ja. Fjalën. Okra, jam. Po mi me nisi mama, se s'është unë basën gjë, se pak bëjnë ato ruazët. Pak për qef aty edhe. Po patëm kohë? Po te koha është amon. Vetëm po punove darkave edhe nejtet kështu. Do mësosh e mua, të bëjmë ty. Do të pëlqej. Ti vendos pastaj sa këtu, sa atje. Ka malë se do ta kaloj, do e lëm zanatin. E lejmë vetëm aman. Vetëm të ecë fa. Po. Në qoftë se ti do kishe, se e kapim Gjoana dhe Gjoana në gjithë kohës. Ti dhe Gjoana 12-15 vjeç. Dhe të pyet Gjoana aty, vetja jote me fjalë, të pyet ty që ta vazhdoj këtë dek apo mos e vazhdoj. Pse duhet ta vazhdoj? Nëse çka këshillash duhet të japësh ti? Atë Gjoanën e vogël do ta pyesja, a je sigurt që e do? Dhe nëse përgjigjja do ishte po, do thoja vazhdoje. Nëse kishte me dy mendje, do I thoja merr kohë dhe mendoje mirë. Ndajo, po jo. Sepse po mos e doja, unë do ta kisha lënë. Se hasesh me shumë vështirësi, I edhe në atë procesin për të kuptu vetën tate, njifesh me shoqëri të ndryshme nga anë të ndryshme, jo çdo gjë ecën vaj, mund të rastisesh me njerëz që gjatë provimit ty të duhet ky filxhami e do ta fusesh në skenë pa I ta ka hequr qëllimisht që ti të mos e bësh. Si do ta superosh, si do ta improvizosh këtë gjë? Duhet të jesh e fortë, duhet të jesh e përgatitur, se nuk ta duan të mirën. Por nëse ti e do, ajo do të mbaj, ajo dëshira dhe pasioni do të mbaj që ti ta çosh deri në fund. Tani që po të dëgjoja, ty duhet të lësh një episod dhe të flasësh monolog. Wow! Nuk mendoj ashtu. Duhet. Duhet është. Ti e perfekt. Shiko, të kthehemi që këte dublimet. Se je dhe pjesë e dublimeve. Po. Të them një gjë para se më fal që të ndërpres. Një gjë që është e çuditshme, që më thonë të gjithë. Unë e vogël nuk kam parë filma vizatimor. Vetëm Wings. Si kam mundsi? Sepse vetëm këtë që I bëti televizion plusin pa më nuk kam pas dhënë atëherë. Po. Edhe kam pas një fëmijëri, si thuash, kujdesesha për vllai, ndihmoja mamin me punët, edhe nuk kam pas kohë për të shijuar fëmijërinë, me thënë të drejtën. Dhe ndodhi tani që unë ti shijoj në këtë moshë. Edhe ka një kënaqësi aq të bukur, aq të veçantë, nuk e di domethënë. Ca video jo kërkoj çunave ti të dublimet, ti ka marrë se kanë dhe mesazhe aq të forta, aq të bukura. Për shembull, kam qenë në një moment që në jetën time, me shoqërinë time, isha mërzit. Edhe më del mua një shprehje, sa më te Kung Fu Panda, sa e kam bërë atë mos gaboj, thonte shërimi yt nuk varet tek fakti të bindesh personin që të ka lënduar. Stopova një sekond se po e dubloja dhe po e thoja vetë këtë. Ndalova një sekond dhe thash, një sekond I thash, ti mos stop. E pash tekstin aty, po e mendoj I kam bërë foto. Dhe ka reflektu, më ka ndihmuar, e kupton? Edhe kjo është gjë shumë e bukur. Përveç faktit që ti e ndryshon zërin atë, këtë janë ndej. Po, ka mesazhe të bukura shumë. Edhe më ka ndodhur pikërisht në një moment që kisha nevojë për atë fjalë.
Më pyet tani. S'dua. Edhe mirë. Jo, do të visa këtë, do dalin në moment që po e shijojnë këtë moshë. Më fal, po 70 vjeqe. Po se si duket, me thënë të drejtë, ku kam qenë në gjimnazu, se më e vogël, ku shikoja këto tek mosha ime, 24 vjeç. Jo, ti gënje po dosh, po janë në Google, gjithë. Po pra, janë gjithë, me dokumenta. Edhe... E po kur shikoja mosh, do me thënë goca që janë moshën time tani aktuale, thoja, pse shprehen kështu këto, u plakëm, o kështu, o ashtu, pse jam kështu, këto janë të reja, janë bukra, do t'i arrita në këtë moshë të shprehem si ato gocat, nuk e di pse ndodh vetë-vetiu. Shiko. Kështu që mos më paragjyko, të lutem. Po unë që jam 29, çfarë duhet të them? Edhe 100. Okej, të kthehemi tek dublimet. Po. Ti mosha e madhe. Okej, u mbyll shkolla, gjitha këto dublimet ishin pasi u mbyll shkolla apo fillove Jo, dhe gjatë shkollës? kam nis gjatë shkollës. I ke nisi diçka, kishe qef apo tu dhaj mundësi? Të them të drejtën se nuk rrej, nuk gënjej. Kërkonin goca të reja. Edhe një zysha ime, pedagoge ime që e përshëndes Aneta Male, e kam shumë gjam, dublonte atje dhe i thonin sill goca, keni goca në akademi e këtë andej. Nuk kemi njërë dy, kishë thonë, prit se kam një gocë, në është e mirë e këtë andej. Dhe në momentin më kontaktova, shkova, bëra provën e parë, provaja 1 muaj, pastaj fillova. Si më tingëlloj kjo, kam një gocën si këto që bën këto... Shkuesi thua me vlesëri, aman! Kam një gocën, dhe ti si është kup. Të ka ndodhe një muhabet kështu? Uf, plot. Plot? Dhe mos po shkova ndaj më fshat tek njerëzit e mi. Po, na thuaj ndaj. E ke qetë tani, e ke kështu hamit ke qërvona. Së njëm tiranëse. Edhe shikon në një tani se shkove gjitha jo mosh. E kur ja kthej në gjyshes kështu unë, jo. Goca. Këto të sotme, Këto të sotme. Filloj pasaj, në Po, në kohën tonë s'kanë qenë kështu, e këte janë dhe. Zi thua mirë. Gjoana, Kallin, bëjnë e film. Gjoana ka hallë tjetë në punë, e të shioj këtë gjë që do të bëj. Pastaj ajo gjëja nuk planifikohet, po që e shkujt me do dale, kurse kërkon ti do dali dashuria, pap kupidi. Pap! Po ka malë se do se të shi kupidi, se shmë kështu me shigjet. Me qasht? Të shi dojme në një kështu nga këto high-tech, me një gjë me touch, me teknologi. Ama, jo. Mos është e AI. Au. AI. 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 Tamam, si sa bëjnë AI? Tani, kur të teke do t'a bëjnë. Nuk e të AI që AI, qyqe. Qyqe, pa, të prakisht. E kape vajbi. E kapa. Të luda. E kapa kupidi. Nese, i lem më një. Në natë. Po. Ta kalojmë edhe këtë. Fa. Të dublimet ishin. Nuk si, s'po mbajmë më të shkon ta mam mosha. Jo, thjesht po shijon këtë dhe mua kështu ndodh. Kur po shijoj një gjë nuk mikën ai programe, pa ne duhet bëj plane. Nga që të shijon biseda do të flasësh sa më shumë edhe. Po, se mos harron ti një gjë e. Po që do të takohemi, do flasim, ne do bëjmë episode plot. Të dublimet. Të dublimet. Iku. Cila ka qenë, kjo e Kung Fu Panda's, më të që pëlqeo, po cila ka qenë nga filma që të ka ngellë kështu, që e kujton shpesh, që të ka ngellë fiksim. Se ti thej, tani po i shijoj në këtë moshë, edhe unë shoh plot, po i shijoj akoma më shumë, po ke diçka tënde që, edhe ndoshta edhe jo që ke dublim, ti sheke pa. Po e marrë të dublimet me shishim të dublimet. Kam bërë shumë me thënë të drejtën dhe nuk i mbaj mend. Po ajo që më vjen tani nga pyetja jote, që më vjen e para në mendje është Elemental. Amber më duket mos gaboj kishte emrin personazhi që është vajza zjarre dhe djali ujë që bien dashuri po nuk munden. Po sa kam një muaj që e kam pa, sot dyti. E ke parë të dubluar apo kështu? Jo, e kam pa anglisht, po që. Po shikoje pra të dubluar sa e kam bërë. Ku ta gjej?
të se di. E shiko, pse Po i gjema do ketë nga një faqe kështu shikosës. Jo, nuk i gjen kollaj këto. Po, si gjen kollaj, por i gjen. Ku i gjen, më? Mi gjeti. Jo, nuk i gjen kollaj se vështirë, mundohem, po. Po që janë shumë bukur. Vetëm të kemi ndonjë mik këtej nga... Ose me ashtu këto që jepen të digital bitë tringu aty një pasën. Të Pa të dyja ta kam gjesh të ikon që jepet, ku jepet. lëra më në sapsa tani. Vetëm kur i kujtoj lodha. Nga mbytën hallë. E pra, pu. Me këto që shohim se janë faqet Netflix online. Ne. Unë dua shumë, se unë dublimet i kam qef, dua shumë që të gjej, ti shoh, po si gjej dot. Ma thash se do të që ti provosh të bësh. Po jo, pse jo, mund të jo? bëj se studion e kam, edhe nuk të bëj, kupton, po Është që një gjë shumë e mirë, se më besove publikoj dot. ecën. Pse? po e publikojmë e bllokojmë. Të duhen ka avase. Po që jo se s'mund të bëj, se kam mund, kusht e kemi, edhe në shtëpi, edhe në studio, se edhe në shtëpi e kemi studio edhe... Shumë mirë. Ma ne në dublime e bëndim që të thash me shok me Po, shoqe që kalonin çift e kështu ne dublonim Se te. çfarë po thonin, e më? Po budalli që Po mund ta provosh, si dihet. ndoshta. Pëlqen të jap shtysat e njerëzit, e kam vënë re këtë. Janë dy lloj shtysash. Për mirë, për zotin. Dhe shaka se e vëm dyshim. Okej. E mbaruam të dublim? Atë po mendoj. Të pres në një gjë më shumë, apo mos pres në një gjë më shumë? Po jepi se ke mundësin sot u. Se s'më gjenë më thuaj. Aha. S'kemi nuk. Nëse unë kisha në episodin që kalovi, kisha Lencin, që ka 20 vite me dublime, si që ta. Edhe në kohën që unë e takova Lenc, se kemi një zënë edhe në episod si ma bet, në kohën që e takova Lencin në fillim, më thë nga i njoftë, e kupton se E zëri është të vjen ajo, e kupton? Të ka ndodhur ndonjë që të thotë që për zërin tim. po, ku të njoftë ju? Po. Po dhe është një kënaqësi shumë e bukur, por kur të dëgjosh tamam fëmijët, unë isha në një festival, domethënë, siç e kam nisur unë këto me hapat e para që kam marrë pjesë në festivale për teatro për të rinj. Erdhi radha tani që siç kam marrë pjesë unë si aktore, tani unë kam bërë regji, kisha një gjimnaz. Edhe nxënësit e mi aty, mos thosha ti e ke bërë këtë? Ua, dhe po m'duke i zëri i ngjashëm i njohur, kush është o zysha sa bukur e ke bë. Edhe unë shikoja, po e mbaj këtë balancën që, nëse unë e kam bërë, po atë gëzimin e kam, po se shfaqi gjasme mos u jap shumë konfidenca, ose mos marrin hov, po është një kënaqësi shumë e bukur dhe më ka ndodhur. Ai ditë. Gjana vogël. Gjithmonë është vetvetja e vogël, është gjithmonë. Edhe kjo është më rëndësishme që s'duhet ta humbas. Veti është gjithmonë fëmijë. Po. Tamam si ishulli i sikshte, lipit e panit. Gjithmonë fëmijë. E ke lexuar Princi i vogël? Ose është Ta them, apo mos e them? Ha. Po e them. Po bëhet shfaqje fëmijës. Dhe jam pjesë e stafit. Qa thua? Po. Sa bukur. Do të ftoj. Po me gjithë qef do vison vdes. Se shiko si zbulova diçka të re. Bëhet shumë qefi, mbar unë vdes për atë, kam fiksim. Gjithmonë mëson nga çdo kush, nga një gjë. Mandej edhe unë nga ty po mësoj. Edhe unë nga ty. Që tek pjesa që më ngeli fiksim metoda e vëzhgimit. Ti kisha kujtuar, kisha thonë dhe ndaj gjë tjetër. Të mbaj këtu, ke po më vonë? Më vonë kam me të mbaj. Ska, harroje. Bëjmë një listë, Qa të kujtojmë, të blejmë të hash, të pishë. Keqen. Po pse ne do takomi edhe herë tjera, pse e mbyllëm me kaq. Do vi unë. Që është. Kjo edhe. Bëhet një takim pasaj, të letë qetë unë. Ku je? Direkt, ore do vish do shikosh shfaqje ti. Do vini të dy. Do vim, ne do vim, ti do vish, kështu që... Po. Tamam, do kthejmë atë vizitën. Si shok të gjëra, po hajt. Kush i sheva ma se këto adete... Një ka ca që i shohen. Janë pjesë, se ne një popull jemi një gjake të tonë. Ca i kanë shumë fiksim, unë si shoh, si janë epstot.
Edhe unë e kam, por janë pastaj ca detaje të vogla që nuk duhet ja na shkalosh. Janë Se ca tregojnë shumë. detaje, po që Por jo të bazohesh te këto, unë kam qenë ti s'm ke qenë, ti s'm ke ardhur, jo, këta për mua janë humbje kohe. unë bleva shpinë ti Ti se erdhe, bu. Ty jo si vete unë se nuk e kisha unë, jo edhe unë kisha hall. Po Se shkove atje para dhe se erdhe te unë. si do mos me këto dasmat e kupton. Po, ha? Me që Sa të hodhi ty, ja ke unë ka hedh më pak, sa të ka hedh ty më shumë. imagjinoj ku kemi vajt. E mi. Se thonë, ne të veçlemi, unë e ti se 5 vite, Luise. Thonë që edhe e besoj që edhe duheshin më shumë. Të Atëherë, gjithë. Fisi komplet çdo gjë. Tu e 40 vite. po, Tani, po, nuk e di, janë shumë të janë ftohtë. këto. Ndoshta ekonomia ndikon. Jo Siç vetëm. sjell, okay. Shkomunikimi e para. Pastaj janë gjitha këto që shtohen edhe largohen njerëzit, ftohen, ikin jashtë për të punu, për të sjell lek. Ndoshta sjell lek Po, e këta me si hall, ruini çat- harxhon. Edhe bëhet, nuk e di, por që është e vërtet që njerëzit janë bërë më të ftohtë. Nuk janë Inshallah nuk vazhdon shumë bën më keq, po. Se duke u kthehet në akull, bëhet më keq. Se, Akull dhe akullnaj, po, vetëm në qelloft në Titanic, pasaj ta thyej tamam. se s'ka ku vete. Po ne Por ne shpresojmë për më mirë, të jemi pozitiv. Inshallah ne Optimist. pozitiv jemi, Po. gjithkohë, optimist, Mm, siç e the edhe vetë. Po të dubloj ty. po. Më pëlqen ka. Po që si do qoftë, është një situatë që inshallah kalon sa më shpejt. Në Po. në shumë aspekte se ne thjesht s'duam të i kapim shumë pika, po që kuptojmë. Mhm. Se doli Titaniku dikon bisedë. Ah, Unë u ktheva, ta shikoja, nuk e di pas sa vitesh, do t'i që më pëlqeu më shumë, më emocionoj më shumë. Prandaj një vepër, një film duhet ta shikosh disa herë. Unë e kam me shfaqjet. Po, edhe Kam parë një shfaq- shfaqje herën e parë, unë kam fiksim ose shoh vetëm një herë. Herën e parë shkoj e shikoj për ndoshta, po se pa ta lexu veprën për ta kuptuar. Pastaj herën tjetër shkoj për të parë aktorët. Herën tjetër shkoj për të parë regjin, dritat, si ka kompozu, pse ka bërë këtë, si ka Është edhe ana këtë teknike fytyrë. pas është. Po. Edhe në periudha të ndryshme ti nxjerr mesazhe të ndryshme që se ke kuptuar atëherë. Po se domethënë siç ishte kjo Titanikun që një vogël e kam pa, e Mhm. kupton. Po si kuptoja të gjitha. Po tani. Se tash është lutem, drejtësia, është. Po edhe un kam pa film atëherë si kuptoja, tani duhet i shoh prap. Themi kam parë, po se mbaj mend. Ndo, kjo është- Po që kupton më shumë edhe mesazhin më shumë. Pastaj kjo që ti shoh jo skeni, këto më Do ndodh ta shumë. shikoj. Se ne kemi zanatën, i kemi kështu gjithkohë, se në Po kohë po, standard. jetoj me këtë. Edhe në kohë që shohim filma në shtëpi, nuk më ndodh shpesh ta shijoj një film kështu. Aha. Domethënë ka pas filma që kam pa njoftimin do 6 muaj të dalë, kam qenë kështu sa të dalë, Kur sa do të dalë, dalë. ha? E në kohë që del, shkëput se shijoj do se futem, qa efekti ka vënë e kupton. Aha. Mendoj backstage-et, se shijoj Po, do po, të po, ulem po. kështu si ta lëmë një janë. Sepse shikon e di, e kuptoj shumë mirë atë, ndjesim ndodhe edhe mua. Jam gjithë kohës kështu edhe, o bëj stop, po një gabim këtë. Aha. Kur Ha, gjej më kështu se thonë, si. Mos e shtyp më. Po lërë. Leje ta shohim. E kemi gjithë tonë. Qa të bësh, ne që e duam zanatin, e kemi kështu. Jetojmë atë dhe Flejmë me atë, zjohemi me atë, ha me atë, ha me vëzhgojmë me atë. edhe zihemi me atë. Patjetër. e kupton? Se ka momente që mbyll një video, Mhm. që ja finish, sa vete 99, Mhm. blokohet. Të vjen një plasje ti, po Styri. kështu të... Jo, kjo më ka ndodhë, se më duke si shaka, po më ka ndodhë. Mhm. Ka ndoshta 5-6 vite, ka qenë video shumë e gjatë, ka qenë event, më saktë kjo video që po bëjmë, dhe kam dhënë gjithë natën që ta mbylla sepse ishte me deadline, dhe e kisha lënë të se donte shumë kohë të gjatë, se kishte shumë efekte, kishte sa më shumë ti shtosh një video si punë e pjatës, sa më shumë ti hedhësh gjë, E do bëhet po. peson më shumë. Dhe aq punë i futa, gjithë natë më gjendëm të nga mëngjesi edhe komplet Sa gjithë kujtove natën me kështu. këtë, aha. Edhe e kisha lënë
Finish vajta shtëpia futa gjumit, më thash, do kthem, e kishte vajt 99 e s'lëvizte më gjumit. Wow. Vajta më mendosën, konë që vajta në studio tash, se ndoshta do e pak do mbyllet. Vajta mëngjesin, thasë, 9, 10, 11, qa po ndodh, Ua, plasja. Plasja e lashi dhe gjithë mbas ditën nëse. Bo, kështu mua më ka ndodhur me diplomën, kështu teorike, se ne përveç se kemi këto praktik shfaqe, kemi edhe lëndë që do japim provim. O zot, edhe... Duket sa e do që nga... Po rria pa gjumë, mama. Edhe pak të vazhdoj do dilte avull. Po, zjarë. Unë jam një njeri që i le gjërat në moment fundit. Por nuk e shijoj këtë pauzën. Unë panikosem gjatë gjithë kësaj periudhe kohë që kam për të bërë diçka, edhe ndërkohë thjesht stresohem dhe nuk e bëj, pastaj kur arri fundi, nis ta bëj dhe stresohem se e lash moment fundit e këtej andej dhe kështu ndodhi, një nga ishte me diplomën teorike. Kam filluar në 10 të darkës, kërko, shkruaj, plotso, bëj këtë, bëj atë, deri në 5 të mëngjesit, kisha bërë ja 40 faqe, mirë, më duk mirë, okay. Kur erdhi momenti për ta bërë save, e që isha për gjumësh, se qa shtypa dhe e fshiva, që unë duhet ta dorëzoja, e kupton? Kam qarë, ja, se mbaj me po kam qarë nga i nati, pse të ndodhin mua këto, pse ka shqeters, pse i lash moment fundit. Lodha fuqit, se duhet shkarkoja, lodha fuqit, fillova dhe nga i nati e bëra 55 faqe. E bëra, po kam nëjë deri në 8-9-10 të mëngjesit, bësha gati moment kapja pedagogun që t'ja dorëzoja, se s'ma pranon të ishte dita fundit. O, si jam ndirat e thash, Gjoana, mirë të të bëhet, se vete ke fajn që i lej gjërat moment fundit. Dhe më ka ndodhur kjo. Edhe nuk besoj se do i në një happy ending kjo që do të thoshe, qa të di si le më moment. Jo, s'është e vërtet. Vazhdoj bëj. E bëj gjithmonë, nuk. Shiko se është e çuditshme se biseda se bisedën, po kjo puna e sevit më ka ndodhur edhe mua që të punoj se falë zotit, kanë këto aplikacion. Ka njerë që i gjenë që janë aty, ke deleted për shembull, e di. Kanë backupin. Se s'marrë vesha shumë. Po nuk e di si ndodhi që më ishte heq autosave-i. E kupton se atë kanë çdo 5 minuta vetë autosave. Kam punu gjithë natën një video. Nuk e di sa kohë ka, po edhe mua edhe i shoku tim ngusht që punon në audio, dhe nga ndodhe një të gjë. Edhe u blokua, se ndodhë që blokohet. Unë e hoqa ta se do jetë backup. E fika vetë shu, se në dojë moment blokohet, ta është kejsa, dojë ta fikësh me buton, ta ndezësh me buton. Sa ja pa më do li faqa e zezat. E zezat ty, e zezë këtu mua. U fike, komplet. U fika se i kësha fut, a ishë pun, po me detaje, se në konë që i futeshin gjëje me qef, se ti mu kupton në këtë loj punë, se o e bën, o si futesh iqë. Në kohë që më doli faqa, tash mos, futat e backup-et s'pa i gjeja. Akoma aty, terror. Ndejnë ta kështu, shava qik me vetë. Po normal, qik. Po që e lash atë ditë, nuk e pas nga 5 ditë, shu futat atë ditë. Se miku komplet që, po se pate atë njësi. E sidomos një gjë që e nisë marrë qef, si kur do dali një gjë. Ndodh. Dhe kisha dhe temë të bukurën. Si ndikon jeta personale e autorëve në krijimtarinë e tyre. Edhe kisha gjeta ca kuriozitete shumë bukura. Një nga autorët kishte pas lidhje shumë të këqija me partneret. Kishte ndruar disa gra. Dhe te veprat e tij e nxjerrte gjithmonë femrën e ligë. Pirandello, mos gaboj, ka pas një lidhje shumë të keqe me të ëmën, e ka parë të ëmën që ka kryer vetvrasje dhe në gjitha veprat e vete e nxjerr femrën të dobët, të brisht. Edhe e ka futur edhe në një pjesë të morsa që ajo vret veten. Dhe thoja, shiko sa ndikon. Edhe ti, edhe unë, nga ndodhit e jetës sonë, ne fokusohemi në një gjë që duhet ta bëjmë dhe kemi një mesazh për të thënë. Unë e kam bërë këtë në një gëzje. Kam dashtoja diçka që janë frymëzuar te jeta ime, e kam gjetë për bashkën se një vepër nuk ka vetëm një mesazh, aty ka pafund. E veçanta e regjizorit është të gjej ku të fokusohet edhe si ta sjell. E ke kopje këtë temën e diplomës? Do ta kërkoj, inshallah. Po e gjetëm atë. Po, me gjithë qef.
Ta shes. Do doja ta lexoj. Jo, është shumë interesante. Unë vdes për këto gjërat që lidhen me psikologjinë, që justifikojnë pse është kështu, çka ka ndodhur, te andej. Ndikon vërtet 100%. Unë kam qef të mos të psikologjike, të kam shumë qef. Shumë. Po ne analizat që bëm për personazhet ama këtu do t'i futesh te pse ka vepru kështu, pse këtej. Të them edhe diçka me atë të autosavit se se ta ndërpreva unë fare. Jo. Kam shokun e ngushtë, po ky punon në audio. Po në momentin që ti bën diçka që e ndjen që do ecë, e ndjen e kupton, dhe ky punoi një muzikë ditë, një beat. Ishte fantastike, madje më çoi dhe mos i më çon gjithmonë mua. Ja çoi dhe një çoni italian, çoi vazhdon të bën këngë, e pëlqeu shumë edhe ai. Sa kjo do ecë, tha. Po bëje, ma jep mua ta bleu, tha. Ky më tha mua që t'ja shes, jo, i thash, punoje se do gjem diçka. Edhe do ta bën, po. Do ti që ky, do me the, e bën save si demo, po nuk i jep save si file, e kupton? I thash unë, futu ma qo web, jo demo. I këta se s'pa gjej do. Mos. Nuk ishte ty pase, po qa thua, thash, e kupton, ishte, se po ty është ta bësh, nuk e bën dot më. Nuk e bën se është ajo e momentit, ajo ndjesia, si ka shkuar. Okej, ai e kishte atë demos, po demo me cilësi të ulë, pa miksin, pa ishin demo. Po sa do, po qa thua i thash. Leta se mi kumandja, tha. Wow. Do me thënë, atë që në moment, ndjesi. që në moment ai donte t'ja blinte, kupton, tha bëje ma qota se dua unë. Wow. Ka qenë, do me thënë, ka momente që... Bajni një hudhër, se unë besoj shumë të këto. Bajnë se janë ca për sytë keq që i vjen. Do blej një komplet nga ata. Ajo parë. Po ka mos i do thonë këta se ne natën s'flem. Po ne kemi këto, ne artistët, ne të fushë, se kemi pak që kështu. Ne. Këtë notën, me qa merresh ti, me teatr, që është kjo me, ku do të shohim të televizori? Ju. Ju a pam hajrin juve. Po jo mi shoshe, jo. Po jo mi. Po mi shoshe, po. Gjana, ne di që ne të nalesh e gjithë natën. Nuk nalojmë. Më abet duam, në shion më abeti, po që edhe ty mas të mbajmë më shumë, se ke dhe ti punët e tua, pa jo se së të mbajmë do të nga bësh qikat e listën. Ishte kënaqësi që e bëm këtë bisedë bashkë, megjithëse ka akoma shumë që gjëra për të folur, patjetër. Këto sa kemi folë janë shumë pak. Po. Se bota jonë është shumë e madhe. E thellë, po. Se unë zakonisht të bëjnë në një, si të është në një lojë në fund, ose në një sfidë në fund, po që do doja të lënë një moment të dytë, se... Së më duke shi besueshëm. Jo se s'kam diçka në mund, po që mësova më shumë lidhe me ty, do të bëjmë diçka... Zë vonojmë shumë besoj, nëse si dhjetë në punë, nëse dojmë ne, për çdo gjejmë kohë. Okej, të falenderoj shumë. Shumë kënaqësi edhe unë nuk kënaqa shumë. Edhe unë shumë. Kam qenë një bisedë shumë e ngrohtë dhe kështu duhet të jenë të gjitha emisionet dhe podcastet, se ti ke të dyja. Dy në një. Po, edhe të uroj shumë suksese. Suksesi bëhet bashkë, kështu që suksese edhe ti. Faleminderit. Ecën ti, eci dhe unë, ecim bashkë. Së bashku, po. Mish, besoj se edhe ju u kënaqet shumë nga kjo bisedë, se unë vetë akoma jam po gënjej. Sa ka edhe unë nuk kënaqa shumë në fakt, edhe do e mbyll, si të thuash, me një kënaqësi shumë të madhe, edhe do shifemi si çdo të hinte. Në YouTube, kuptoj se s'kemi televizion, s'kemi budget. Po nuk kemi nevojë, kupton me këto mjetet tona këtu, edhe di që ta mbyllim apo ta them të këtë. Thuaja. Mos gaboj, se unë jam keq me memorien, po Charlie Chaplin duket ka thënë, atë që është mungesë, kthej në dobinë tënde. Kështu që edhe po s'pate televizion e këto gjëra, kthej në dobinë tënde dhe mund bësh një punë akoma dhe më të mirë. Se që mund të bëj atje. Do ideoj të bëj disa video veç, me thënje, do i gjem, po do i lexoj Gjoana, se ka intonacion shumë lezetshëm, kështu që... Aman!
Po, si mund ta bëjmë edhe ato, si ato të motit, e kupton? Jemi këtu. Thënia e radhës. Atë që të mungon kthej në dobin tënde, ton. Publicitet. Mati se kjo është edhe me ta, që ti mund ta heqësh kështu, e kupton? Me vërtet? Tani s'besoj tjetër. Tani ose kam ditë më po do i shohësh backstage. Herë tjetër. A shikon që ne kemi një takim të radhës, se kemi thënë gjitha këtu, kështu që si është ajo stay tuned, si është ajo? Stay tuned. Ja. Ose e themi shqip stay tuned. Tuned. Edhe një 3 pika aty. Pa pika me çfarë pika? Pa pika. Okej, po e mbyllim këtu dhe diskutojmë çik buxhetin e. Çfarë do bëj? Po. Faleminderit. Ciao.